Ditët e Ramazanit në Fushkruj janë konsideruar si ditë feste. Banorët thonë se xhamitë janë të mbushura besimtar nga çdo familje, ndërsa janë shtuar iftarët me prezencën e njerëzve sakrificës gjatë këtij muaji. Hoxha i Fushkrujës, Dritan Ramani, në intervistën mediatike të tij, ka theksuar faktin e konstatuar prej tij se si rrallë herë më parë janë shtuar besimtarët e moshave të reja që kanë shkuar në xhami. Ky Ramazan ka qenë ndryshe nga Ramazanet e tjerë për disa arsye. E para, ky Ramazan ka qenë ndër më të lehtit dhe për këtë falëndërimi i takon Zotit. E dyta, ky Ramazan ka qenë Ramazan që pjesëmarrja e rinisë ka qenë e jashtëzakonshme, që i ka dhënë Ramazanit një pamje tjetër, një shije tjetër, dhe ky Ramazan ka qenë ndryshe nga Ramazanet e tjerë, sepse atmosfera e këtij Ramazani ka qenë me vërtet e jashtëzakonshme, duke mbledh bë bashku të gjitha këto komponentë që përmenda pak më lart dhe të tjera që janë shumë, mund të them që ky Ramazan ka qenë ndër Ramazanet më të bukura që kemi kaluar neve. Falja Fitr Bayramit do të zhvillohet në stadiumin e qytetit.